Sot pas mesnate në rrugën Hristian Todorovski Karposh në Tetov, punonjësit policor nga SPB Tetov privuan nga liria personat ML 33 vjeç dhe HSH 24 të dy nga Tetova, për shkak se kanë sulmuar fizikisht punonjësit policor që kanë kryer veprime zyrtare dhe për shkak se gjatë kontrollit tek ta, konkretisht tek ML është gjetur marijuan. Më pas në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse të ML-s, me lejen e tij është kryer bastisje, me që rast janë gjetur 18 qese marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të pasojnë kallëzime përkatëse, sipas nenit 215 dhe nenit 383 të kodit penal. Dje rreth orës 14:40, 14:45 dhe 15:23 në rrugën Gostivar Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov dhe departamenti për punë të brendshme Gostivar privuan nga liria personat JL 35 vjeç nga fshati Zhelin, HL 58 vjeç nga fshati Raven, Gostivar dhe VB 44 vjeç nga Shkupi. Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se JL ka drejtuar automjetin e pasagjerëve Mercedes me targa të Tetovës me shpejtësi 162 km/h, jashtë vendbanimit ku shpejtësia maksimale e lejuar është e kufizuar në 80 km/h. HL ka drejtuar automjetin e pasagjerëve Volkswagen Golf me targa të Gostivarit me shpejtësi 174 km/h, jashtë vendbanimit ku shpejtësia maksimale e lejuar është e kufizuar në 80 km/h, ndërsa VB ka drejtuar automjetin e pasagjerëve Toyota me targa të Shkupit me shpejtësi 151 km/h, jashtë vendbanimit ku shpejtësia maksimale e lejuar është e kufizuar në 80 km/h. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjeve, ndaj tyre do të përgatiten kallëzime sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi i pakujdesshëm i mjetit motorik.